Ishin mosmarrveshjet financiare ato që çuan në rënien e qeverisë së Olaf Scholz dhe që pas zgjedhjeve rrezikonin sërish ta zhysin Gjermaninë në krizë politike. Ky skenar fatmirësisht nuk ndodhi pasi CDU, CSU, SPD dhe të gjelbrit kanë rënë dakord për një paketë financiare dhe këtë e njoftoi kancelari në pritje Friedrich Merz gjatë një konference për shtyp në Berlin. Jam shumë mirënjohës që kemi treguar se socialdemokratët, të gjelbritit dhe ne, CDU, CSU mund të punojnë së bashku dhe të arrijnë një kompromis të tillë. Grupi parlamentar i CDU, CSU sapo e miratoi unanimisht këtë propozim. Gjithashtu pres që të gjithë jemi të pranishëm të martën e ardhshme dhe që kolegët tanë në grupin parlamentar të mbështesin gjithashtu këtë propozim. Marrëveshja do t'i lejojë Gjermanisë të shpenzojë deri në 1 trilion euro për mbrojtjen dhe infrastrukturën gjatë dekadës së ardhshme. Është mesazh i qartë për partnerët dhe miqtë tanë, por edhe për armiqtë e lirisë sonë. Ne jemi gati të mbrohemi dhe tani jemi plotësisht të përgatitur për ta bërë këtë. Nuk do të ketë mungesë të burimeve financiare për të mbrojtur lirinë dhe paqen në kontinentin ton. Kjo është e rëndësishme për mua, sepse ne, në Evropë dhe në NATO, po përballemi gjithashtu me një sër vendimesh të rëndësishme. Të gjelbërve ju premtua se 50 deri në 100 milion euro, pjesë e 500 miliardë eurove të destinuara për infrastrukturën do të investohen në mbrojtjen e klimës. Marrëveshja e re financiare hap rrugën që masa të kalojnë në Bundestag të martën. Qëllimi i Merzit është që amendamentet kushtetuese të miratohen deri më 25 mars, kohë në të cilën do të mblidhet parlamenti sapo zgjedhur. Kjo për shkak se partia e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë dhe partia e majtë, e cila kundërshton shpenzimet ushtarake, kanë forcën për të bllokuar reformat kushtetuese dhe si rrjedhoi edhe këtë paketë financiare. Nëse amendamentet kushtetuese miratohen përfundimisht, kjo do të shënojë një ndryshim historik nga dekadat e kufizimeve fiskale. Kjo do të çlironte një sasi të madhe parash për Gjermaninë për të rritur shpenzimet e saj të mbrojtjes, por edhe për të nxitur ekonominë.